trajneri i Argjentinës në një moment që kur po mate Paliçi që po i thoshte mos e bëj. Por ai është shumë njeri i mirë. Si sjellje ajo nuk duhet bëj, për mendimin tim. Ndaj një kundërshtari që të ka thënë para që ne do të masakrojmë fushën dhe jashtë. Na çfarë do kundërshtari ti respektoje kundërshtarin? Ti nuk je kur ata u futën para respekt fushë. Portieri nuk është Rafinha. Nëse Rafinha bëhet Ballikun ti mos e bëj. Po ti e njeh portierin e Argentinës, ti e njeh është Dibu. Ti e di që ai është më idiot nga Rafinha. Ai e ka bërë finale botërori. Ishte i dha mbreti kupën, e mori dhe e vuri trofeun këtu. Ti pretendon që ky njeriu është normal? Edhe atë nuk ka pse ta bëj më burr. Po pra, mos pretendoj që është njëri normal ai. Ai normal që do të provokojë deri në fund. E ka karakterin e tij. Ti e provokove, të mundi me 4 gola, ka gjithë drejtën, jo të mbaj topin Palexho, po deri në fund, madje edhe një moment të shtyti jashtë stadiumit. Çfarë ka ai këtu? Pra, un po them më thon ai me atë lloj xhesti tregon karakterin e vet, valla, dhe çfarë robi është, kupton? E momentin që ti, nuk e di ai më men, ka thon Berlusconi i gjot Pugur Plau, kena rraf Interin 6-0. Edhe pas neshjes, ka dalë deklaratë dhe ka thonë që 6-0 thot, nuk më bën asgjë gjë thot, a kupton, nuk e shoh kështu. Unë du thot kundërshtarin të rraf 2-0, 3-0 thot. Do thon, golat që bën pas 3-0 këto janë kot. Po lere çfarë thon? Lere çfarë thon? Gjyku lojtar, nuk është se boni ju gola. Nuk është e njëjta fitore kur fiton 2-0, siç është kur fiton 6-0 aq më tepër me rivalin direkt. Nuk është e njëjta shije. Lere çfarë thon për media që duken korrekt, po vetë ai ka Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë në YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.